Gara Vlora Half Marathon e shndroi qytetin e Vlorës në të gjelbër dhe të qetë, pa makina këtë të diel të fundit të nëntorit, duke krijuar një atmosferë të veçantë festive në të gjithë qytetin, që në orët e para të mëngjesit bulevardi kryesor Ismail Qemali dhe një sër aksesh të tjera rrugore u mbyllën për qarkullimin e automjeteve, duke u vënë në dispozicion të mira vrapuesve, sportdashësve si dhe qytetarëve që zgjodhen të shijonin lirinë e lëvizjes. Ky aktivitet, i cili tashmë është kthyer në një traditë të rëndësishme sportive dhe komunitare për Vlorën, solli jo vetëm emocionet e garës, por edhe një ndjesi të dukshme hapësire dhe freskie për banorët. Qytetarët u pan të ecnin, të vraponin, të pedalonin me biçikleta apo thjesht të shëtisnin përgjatë bulevardit, që rrallë e përjetojnë në një ditë të zakonshme, të mbingarkuara nga automjetet. Shumë prej tyre u shprehën entuziast për iniciativën, duke theksuar se mungesa e makinave u dha mundësinë të frimonin më lirshëm dhe të ndjenin se si qyteti mund të funksionojë më bukur nëse prioritet i jepet këmbësorëve. Pa makina inshallah të jetë tër vitin. Pse tër vitin? Mirë do ishte, po jo këtu në Vlorë, se këtu një rrugë është, nuk ka rrugë të tjera. Edhe bllokohet gjithë lëvizja. Ajri më i pastër duket. Ajri është i pastër shumë, pa makina është shkëlqyer. Kjo do të thotë që ti lëm një ditë makinat në shtëpi? Ti lëm jo një ditë, po ti lëm në një muaj me biçikleta. Çfarë ndjesie u jep sot ditë këto rrugë pa makina? Ndjesi pastërtie, ndjesi ajri pastër, ndjesi që njerëzit mund të lëvizin, po t'jetë kohë e bukur të shëtisin anën e detit, këto janë ndjesit. Po qik më lirë për atë njerëzimin, ka më ashtu, ajre të rakështu. Pra duket ajri më i pastër? Po më i pastër, do mund gjithë këto makina, gjithë këto shpërthime e femine, temperaturat e të rakështu nga këto ndryshojnë. Mendoni se duhet të ketë një ditë posaçme në muaj ndoshta që të lëvizin qytetarët pa makina? Po, më mirë është. Shumë bukur më duket. Po makina ne s'kemi ku të kalojmë atje, na e zën dhe rrugën e kalimtarëve. Pra bukur Vlora pa makina? Është bukur Vlora pa makina, sigurisht. Çfarë sjell? Sjell ajër të pastër, sjell. Po sigurisht që ajrin e prish makina, sigurisht që njerëzit i pengon. Gjithçka asgjë s'është e mirë. Më mirë duhet të përdorim edhe sa më shumë biçikletën dhe këmbët. Sipas qytetarëve, rritja e trafikut dhe ndotjes nga automjetet po bëhet një problem i përditshëm, duke bërë të nevojshme marrjen e masave që inkurajon ecjen, biçikletat, si dhe transportin alternativ. Shumë qytetarë mendojnë se ashtu siç ndodh në shumë qytete europiane, edhe Vlora mund të përfitojë nga mbyllja e përkohshme disa akseve për t'u kthyer ato komunitetit dhe aktiviteteve rekreative. Organizatorët e garës u shprehen se qëllimi i Vlora Half Marathon nuk është vetëm promovimi i sportit dhe turizmit, por edhe ndërgjegjësimi për një jetë aktive dhe për nevojën e hapësirave publike miqësore për qytetarët. Për ta, suksesi i këtij edicioni tregon se Vlora ka potencial të madh për të zhvilluar iniciativa që kombinojnë sportin, mjedisin dhe komunitetin.